Një përplasje ashpër ka ndodhur në burgun e Fierit dhe për të folur mbi këtë përplasje dhe çfarë informacionesh kemi më tej kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Eduard Mullaraj. Zoti Mullaraj, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, mund na thoni çfarë Atëherë, ka ndodhur në burgun e Fierit? Po, atëherë para disa ditësh në burgun e Fierit ka një konflikt ndërmjet dy fisëve, i cili ka gati 20 vite që ka filluar vetë në qytetin e Shkodrës. Ndërmjet fisit Bajra dhe fisit të Liçeve, të cilët kërkonin ndarjen e zonave në qytetin. Këta pastaj ka vazhduar saka e këtyre për 4 vite dhe në kushte të ndryshme. Ka dhe mjaftima ndërmjet të dy fisëve si të Liçeve ashtu. Këta janë zgjeruar dhe në grupet e ndryshme kriminale që kanë funksionuar për një periudhë të gjatë në Shqipëri, ku bëhet fjalë dhe për Ervis Martinaj, që ka qenë pjesë e grupit të këtyre të strukturuar. Ngjarja e ndodhur në burgun e Fierit ka të bëjë me shumë shkelje ligjore të kryera nga Drejtoria e Burgjeve dhe në shkeljet ligjit 119/2026. Është shkelur ligji sepse si ka mundësi që në burgun e Fierit të futet telefoni, e cili është i mjet i ndaluar. E para, e dyta, si ka mundësi që në burgun e Fierit të përdoret një thikë e cila dhe pse artizanale është futur dhe është bërë pjesë e krimit që ka ndodhur brenda dhe në përplasjen e ndodhur ndërmjet fisit të Bajra dhe fisit Liçaj. Fisi Bajra është pretenduar se këta e ka ftuar për një kafe dhe kam pasur një misi gjatë qëndrimit në burgun e Fierit. Ndërkohë që misia është prishur në një moment caktuar, në atë moment kur ka filluar dhe konflikti për t'i treguar që ne jemi më superior se sa fisi tjetër. Kjo ka sjellë përplasjen e cila janë përplasur dhe janë plagosur të dyja grupet, qoftë grupi që kishte i Bajrave, po qoftë edhe grupi i Liçeve, që ishin dy persona të cilët i shërbyen fisit të Liçeve. Ngjarja është e rëndë dhe faji kryesor ka të bëjë me administrimin dhe njohjen e situatës nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, e cila në kushtet kur ndodhi ngjarja pasaj, në atë kohë këta vendosën që të marrin masat e tyre paraprake, pa çka se ka 20 vjet një konflikt i tillë. Marrja e masave pasaj ka të bëjë dhe me shpërndarjen dhe me largimin e të burgosurve që ishin në burgun e Fierit, si dhe me masat administrative që janë kryer në këtë institucion, ku janë pushuar nga puna 8 punonjës policie që kryenin shërbimin në burgun e Fierit e Institutit të Edukimit të Veprave Penale. Kanë dalë të dy të dënuarit nga spitali pasi nuk janë plagosur dhe nuk janë rrezik për jetën, dhe ka filluar një hetim qoftë nga Drejtoria e Burgjeve, po qoftë edhe nga Spaku dhe GKK-ja. Aty janë konsumuar disa vepra penale, siç janë armbajtje pa leje të ftohtë, pra prodhimi dhe mbajtja e mjeteve të ftohta prerse, është shpërdorim detyre nga punonjësit e Institutit të Edukimit të Veprave Penale që ka të bëjë me Fierin, dhe me largimin e dy të dënuarve, të cilët nga pakujdesia ose paaftësia e punonjësve të shërbimit janë konfliktuar brenda ambienteve të Institutit të Edukimit. Kjo na ka sjellë edhe një në vëmendje
të gjitha ngjarjet e ndodhura në qytetin e Shkodrës, ku janë vrarë gati 11 veta si shkak i një përplasje ndërmjet dy fisëve. Tregon më së miri se as kush nuk heq dorë më nëse i futet rrugës keqe, rrugës së krimit, për të ndaluar dhe për të parë më përpara për jetën e cila është mjaft e shtrenjtë. Themi është mjaft e shtrenjtë dhe nuk mundet që ne, sepse të vërejmë vetëm statistikat e dy fisëve, bajrave dhe liçeve. Format e edukimit që duhet përdoren në Institutin e Edukimit vepra penale duhet patjetër që të tregojë më së miri se këto drejtime që kanë marrë të dy fisët duhet të rregullojnë raportet ndërmjet tyre, por që të rregullojnë raportet duhet të punohen në mënyrë intensive me dy fisët, qoftë me fisin Bajra dhe me fisin Liçaj, për të parë sepse humbjet janë mjaft të thella, janë mjaft të rënda dhe janë në kurrizin e këtyre dy familjeve, këtyre dy fisëve, gjë që ka të bëjë me pjesën që humbja e jetës është mjaft e rëndë. Prandaj them që edukimi që duhet punohet brenda institucioneve penale është mjaft i rëndësishëm për të shmangur dhe për të sjellë në rrugë të mbarë të gjithë ata shtetas të cilët e kanë shkelur në mënyrë të ndërgjegjshme, kanë kryer vepra penale, por që një ditë të bukur do dalin nga instituti dhe duhet të vazhdojnë jetën. Për të vazhduar jetën, jo me kronometër, por në mënyrë natyrale, ashtu siç ja u ka dhënë Zoti, se natyra e ka krijuar njeriu, Zoti, atëherë dhe punonjësi social dhe psikologët që janë brenda duhet të punojnë në mënyrë të vazhdueshme për sa i përket edukimit, për sa i përket sjelljes dhe për sa i përket parandalimit që duhet të bëhet që mos shkohet më tepër në vrasje të mëtejshme nga dy fisët, por të japin dorën njëri tjetrit të dy fisët dhe të shikohet përpara për vazhdimin e jetës. Kjo është mjaft e rëndësishme, por që është një punë mjaft e vështirë, por që akoma institucionet tona nuk janë ndërgjegjësuar në atë mënyrë sa të vazhdojnë me këtë edukim. Kjo tregon edhe një herë, sepse sheri që është bërë në burgun e Fierit tregon më së miri se sa e dobët është disiplina në këto institucione. Do të them është disiplinë e dobët dhe punonjës të korruptuar, sepse futja e telefonit brenda në ambientet e burgut të Fierit është e ndaluar me ligj. Atëherë, si është futur ky telefon brenda në burgun e Fierit? Dikush duhet të mbajë përgjegjësi penale, jo vetëm administrative, por dhe penale, për sa i përket pjesës së komunikimit me një telefon të tillë. E para, e dyta, si është futur ky mjetpres thik brenda në burg? Si mund të bash unaz në gisht në Institutin e Edukimit vepra penale, kur është ndaluar, nuk mund të mbash asnjë mjetpres dhe mjet metalik në dorë ose në gisht për sa i përket pjesës së kryerjes së dënimit në këtë institut. Pra, të gjitha këto duhet të analizohen me mjaft përgjegjësi dhe duhet një disiplinë dhe një ndryshim radikal i Institutit të Edukimit vepra penale dhe një masë drastike për ata punonjës policie, por dhe për të dënuarit e tjerë me qëllim që mos ndodhin ngjarje të këtilla, të cilat janë mjaft të rënda për shoqërinë, por që kërkojnë edhe një përgjegjësi e mjaft të madhe, sepse paguhen në taksa paguesit shqiptar të gjithë ata psikolog, sociolog, të cilët janë brenda strukturës së Institutit të Edukimit vepra penale. Prandaj them që
Nëse çdo njeri do të bëjë detyrën e vet me ndërgjegje dhe mënyrë profesionale, ne do të shmangim të gjitha ngjarjet penale që ndodhin në këto qendra të edukimit vepra penale, por do të kthejmë në rrugë të mbarë dhe të gjithë ata të dënuar të cilët për një arsye ose për një tjetër e kanë shkelur ligjin dhe janë bërë pjesë e një strukture kriminale, por që jo çdo njeri lind kriminal. Ata bëjnë gjatë rrugës edhe ashtu siç bëhen, ata dhe mund të kthehen në rrugë të mbarë, të bëhen të denjë për shoqërinë. Prandaj kërkojmë dhe i bëjmë thirrje psikologëve dhe sociologëve, ashtu siç edhe të gjithë strukturave edukative që janë brenda burgut, që të bëjnë një punë me ndërgjegje të lartë, një punë me devotshmëri në kryen e saj, me qëllim që mos kemi viktima në njerëz, sepse ajo është mjaft e rëndë për shoqërinë tonë. Avokat, besoni që Fisi, Licaj dhe Bare do vazhdojnë akoma përplasjet? Unë po them që të dy fiset vazhdojnë të kenë përplasje njëri me tjetrin në mënyra nga më ndryshme, sepse askush nuk është futur në mes për të pajtuar të dy fiset. Më duket se fisi i Liçave ka gati 4 viktima dhe fisi Bajrave ka më duket 7 ose 8 viktima, të cilat kanë ardhur si rezultat i konflikteve që kanë këto dy fise për ndarjen e Shkodrës. Shkodra nuk ndahet dhe nuk mund të ndajnë këto fise. Shkodra e ka kriju natyra këtu e 2000 vjet përpara. Shkodra do jetoj, do vazhdoj të ketë jetën në saj, ndërkohë që ne do hiqim një ditë nga kjo botë dhe nuk jemi ne që e kemi krijuar Shkodrën. Shkodra është krijuar nga historia ndërmjet popujve dhe ruan të gjitha traditat e mira, bukura, kulturore dhe artistike dhe do t'i trashëgohet brezave. Prandaj bëjmë thirrje që mos të ketë një ndasi të tillë, se është mjaft e gabuar dhe kriminale. Por për të duhet me gjaktësi të ndërhyjnë qoftë pushteti lokal, po qoftë edhe strukturat e tjera që ka qyteti i Shkodrës për t'i pajtuar këto dy fise dhe për të parë shumë larg në bashkimin dhe në zhvillimin e një shoqërie demokratike. Nëse do shuajmë sherrët për jashtë, në të njëjtën gjë do shuajnë edhe ato konflikte që janë brenda në Institutet e Edukimit Vepra Penale. Prandaj them që nëse do punohet paralelisht qoftë brenda dhe qoftë jashtë për t'i pajtuar fiset, sepse dihet ka gati 20 vite që është një konflikt i tillë ndërmjet tyre dy fiseve, do thoshe që askush nuk po punon më në institucionet shtetërore, po qoftë dhe në institucionet administrative që ka bashkia, për t'i pajtuar këto dy fise, për të përpjekur me mënyra nga më ndryshme, me qëllim që të shuajmë konfliktin dhe për t'i sjellë në jetë normale të dy familjet, qoftë Liçajt dhe qoftë Bajrat. Pse? Sepse ashtu siç varim kemi 11 ose 12 viktima nga dy fiset. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.